Barometri Ballkanit ka realizuar një anketë në lidhje me problemet që qytetarët ndjejnë në lidhje me situatën ekonomike në të gjitha vendet e rajonit. Rritja e çmimeve dhe kostoja e jetesës janë kthyer në shqetësimin kryesor për qytetarët shqiptar. Sipas të dhënave të publikuara nga Barometri Ballkanit, plot 72% e të anketuarve në Shqipëri e rendisin inflacionin si problemin më të madh me të cilin përballet ekonomia e vendit, një përqindje dukshëm e lartë se mesatarja rajonale. Në vend të dytë renditet situata ekonomike në përgjithësi, e cila shihet si problem nga 56% e qytetarëve. Ky tregues reflekton pasigurinë ekonomike, vështirësitë financiare të familjeve dhe presionin e vazhdueshëm mbi të ardhurat, sidomos në kushtet e rritjes së kostove bazë si ushqimi, energjia dhe shërbimet. Papunësia mbetet një tjetër problem i rëndësishëm, i përmendur nga 28% e të anketuarve, ndërsa korrupsioni vazhdon të perceptohet si pengesë serioze për zhvillimin ekonomik, me 31% të qytetarëve që e konsiderojnë atë një nga problemet kryesore të ekonomisë. Ndërkohë, çështje të tilla si paqëndrueshmëria politike, siguria, cilësia e shëndetësisë dhe cilësia e arsimit rezultojnë më pak shqetësuese krahasuar me barrën ekonomike që ndjejnë familjet shqiptare. Shqipëria dallohet për fokusin e fortë tek problemet ekonomike dhe veçanërisht rritja e çmimeve, duke treguar se sfida kryesore për qytetarët mbetet përballimi i jetesës së përditshme dhe përmirësimi i mirëqenies ekonomike. Edhe në nivel rajonal, problemet ekonomike dominojnë perceptimin e qytetarëve. Sipas Barometrit të Ballkanit, 66% e qytetarëve në Ballkanin Perëndimor e rendisin rritjen e çmimeve dhe koston e jetesës si shqetësimin kryesor, ndërsa 44% shprehen të shqetësuar për situatën ekonomike në përgjithësi. Gjithashtu në këto vende peshë më të madhe zë edhe paqëndrueshmëria politike dhe korrupsioni. Veçanërisht në Maqedoninë e Veriut dhe Serbi, korrupsioni perceptohet si një nga pengesat kryesore për ekonominë.